Në orët e vona, pranë kampit të KFOR-it turk në Prizren, janë përmjet e artillerie të ushtrisë së Turqisë, të cilat kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe kanë mbritur diskutime mbi rolin e Ankaras në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë. Prania e këtyre mjeteve ushtarake po interpretohet si pjesë e përgatitjeve për rotacionin e radhës të forcave paqëruese, ku Turqia pritet të marrë përsëri komandën e KFOR-it. Turqia është një nga kontribueset më të mëdha me trupa në misionin e NATO-s në Kosovë dhe tashmë për më shumë se 2 dekada ka qenë pjesë aktive e përpjekjeve ndërkombëtare për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vend. Marrja e komandës nga ana e ushtrisë turke pritet të ndodhë shumë shpejt, duke nënvizuar edhe një herë angazhimin e saj strategjik në Ballkan dhe mbështetjen për Kosovën. Burime pranë misionit konfirmojnë se rotacioni i trupave është një praktikë e rregullt që ndodh në intervale të caktuara kohore, me qëllim të garantimit të një menaxhimi të balancuar dhe të qëndrueshëm të KFOR-it. Përmes këtij procesi, shtetet pjesëmarrëse marrin me radhë përgjegjësinë për drejtimin e misionit, duke reflektuar përkushtimin kolektiv të NATO-s për stabilitet në rajon. Prania e mjeteve artillerie në Prizren shihet edhe si një sinjal i gatishmërisë së Turqisë për të forcuar prezencën e saj në Kosovë. Ekspertët sigurisë vlerësojnë se ky zhvillim është tregues i rolit në rritje që Turqia synon të ketë jo vetëm në kuadër të KFOR-it, por edhe në arkitekturën e sigurisë në Ballkan. Nga ana tjetër, qytetarët në Prizren dhe më gjerë e shohin angazhimin e ushtrisë turke si një garanci shtesë për sigurinë e tyre, duke pasur parasysh marrëdhëniet historike dhe lidhjet e ngushta mes Kosovës dhe Turqisë. Në disa raste, prezenca turke është perceptuar si faktor stabiliteti dhe si një mbështetje drejt për drejt për institucionet e Kosovës, ndërkohë KFOR ka theksuar se misioni i saj mbetet i pandryshuar, garantimi një mjedisi të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime etnie. Rotacioni i komandës nuk ndryshon objektivat themelore të këtij misioni, por i jep mundësi shteteve pjesëmarrëse të kontribuojnë me kapacitetet e tyre në ruajtjen e paqes. Me marrjen e pritshme të komandës nga Turqia, KFOR pritet të hyjë në një fazë të re të operacioneve të saj, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë që ky mision i NATO-s ka për stabilitetin e rajonit dhe për të ardhmen e sigurisë së Kosovës.